Fituesi e edicionit të tretë të Ferma VIP Mimoza Ahmeti ka folur për herë të parë pas triumfit duke ndarë emocione dhe përjetimet e ditëve të para pas daljes nga ferma. Në post Ferma VIP Moza tregoi se kthimi në jetën e përditshme ka qenë i veçantë, ndërsa u surprizua nga reagimi i njerëzve në rrugë. Moza zbuloi gjithashtu bisedën e parë telefonike me një mikun e saj. Duke folur për emocionet e fitores, Moza theksoi se më shumë se sa çmimi e ka prekur vlerësimi i publikut. U kënaqa shumë që u ktheva më në fund në shtëpinë time, edhe pse nuk kisha internet. Dola për të bërë pagesat e faturave. Njerëzit bërtisnin, Moza, më përshëndesnin. Kuptova që duhet të bëj diçka, të marr një paruke, nuk ka si jeta private. Pas disa orësh fola në telefon me shokun që kam lënë në jug. Ai më tha: "Një ferm ke lënë një ferm, do të gjesh se Macja ka bërë shumë kotele." Nuk më krijoi emocion shokant se mora çmimin, por se publiku më vlerësoi. Kjo gjë më pëlqeu shumë. Me vajzat ndenja shumë pak, se kishin biletën e kthimit shumë shpejt. Ishte si një ëndër, tha Moza në post Ferma VIP. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.